Përshëndetje dashur miq. Jam shumë e lumtur që sot të ndaj mesazhet e hënës së plot në këtë gusht, në datë 28 gusht, që në fakt është edhe një eklips. Pra, përfundon cikli i eklipsit, sepse hëna e re që ne kaluam ishte një eklips i plot diellor, dhe kjo hënë tani më është një eklips hënor i pjesshëm. Dhe përgjithsisht kur kemi për shembull eklipse brenda një muaji, shërben si një dritare shumë e fuqishme. Transformimi, kalimi nga një fazë në një fazë tjetër, tranzicioni. Ju mund të jeni duke kaluar një fazë tranzicion në jetën tuaj, ndoshta ndryshim pune, ndoshta ndryshim në mënyrë jetese, transformim personal, ndryshimin e marrëdhënieve në jetën tuaj. Pra të gjitha këto janë tema dhe të tjera sigurisht që mund të rezonojnë me ju në gjatë kësaj periudhe. Dhe në fakt është një zgjedhje që ju mund të bëni pranë në dorën tuaj, që të sqironi të kaluarën dhe të ftoni të ardhmen. Do të thënë atë që ju doni që të vini jetën tuaj. Dhe do të ndalemi tek 3 tema kryesore që kjo hënë mund të themi që sjell në dritë apo që mund të rezonojnë me ju gjatë kësaj periudhe, dhe ritualet që ndoshta mund t'i përdorni, ndoshta mund të rezonojnë me ju, dhe nëse ju preferoni, e di që shumë për jush i pëlqejnë ritualet, mund t'i kryeni gjatë 2-3 ditë para ose 2-3 ditë pas hënës së plot, ose gjatë ditës së hënës së plot. Si fillim, duke qenë se është datën 28, në aspektin numerologjik është e barabartë me 1, pra fillimet e reja, të filloni përsëri, dhe ne e cekëm pak të si temë, dhe ka ardhur në fakt edhe në shumë shenja të ndryshme, qoftë edhe në realitetin tim, por mund të ketë ardhur edhe për ju, mund të shikoni numrin 11, 11, numri 11 mund të rezonojë me ju, data 1, muaj i parë i vitit, ndoshta java e parë e muajit shtator, është ajo që po dëgjoj tani mund të jetë e rëndësishme. Dhe duke qenë se shtatori lidhet në fakt edhe me fillimin e ciklit mësimor, pra fillimin e një viti të ri. Nuk mund të jeni vërtet në shkollë dhe të filloni shkollën, por merret më tepër në aspektin që pra po fillon një vit i ri. Dhe ajo që unë ndjeva ishte që ju po kaloni në një oktavë më lart për çdo zgjidhje që u bëni që të zgjidhni këtë fillim të ri, dhe shikoni sa bukur lidhet edhe me faktin që për shembull në shkollë ju kaloni nga klasa e 5 në klasën e 6, në klasën e 7, pra jeni një shkallë më lart. Jeni, si të thuash, jeni rritur, jeni maturuar dhe jeni në një fazë të re të jetës, por që është më lart se sa ajo që ju keni qenë. Pra në vibrim, në frekuencë, dhe në atë çfarë ju përjetoni, në atë çfarë ju tërhiqni. Njerëzit mund të jenë ndryshe, keni më shumë mirësi, më shumë njerëz për shembull dashamirës, sepse ju keni ndryshuar. Dhe në momentin që ju ndryshoni, realiteti juaj ndryshon. Dhe në momentin që frekuenca juaj ndryshon, ju jeni në këtë frekuencë, pra si të thonim, nga kati i dytë që jeni me këta njerëz, ju po zgjidhni të shkoni me ashensor në katin e tretë dhe takoni njerëz të tjerë, midisi është ndryshe. Mund të ketë më shumë mirëqenie në këtë kat. Pra, vendoseni veten në këtë pozitë, pra vizualizoni sikur vërtet po e bëni këtë lloj tranzicioni nga njëri kat në tjetrin. Si ishte ky kat që ju lat dhe si ishte ky kat që ju tani më kaluat? Si është realiteti këtu? Si janë njerëzit? Dhe mundoni ta ndjeni, sepse edhe kjo është vetë një formë manifestimi, por edhe tregon për ju vërtet, pra instinkti i parë që vjen, çfarë vërtet po lini dhe çfarë po ftoni, pra cili është realiteti juaj i ri. Tema e parë që mund të përmendim, që është shumë e rëndësishme, ka të bëjë me përfundimet karmike, të lidhjeve karmike. Nëse ju e dini dhe jeni të vetëdijshëm që për shembull, me këtë person unë jam në një marrëdhënie karmike, si mund ta kuptoni? Ndodhin për shembull në këtë lloj dinamike në marrëdhënien tuaj, e para një ju jeni të tërhequr nga ky person, sepse ju keni një lloj kontrate, si të thuash, së bashku për të mësuar këto mësime, dhe jeni edhe mësuese dhe nxënës të njëri tjetrit, kështu që ose njëri mund të jetë mësuesi, njëri nxënësi, pra mund të ndodhë edhe kjo. Dhe ju e kuptoni sepse për shembull ndodhin të njëjta gjëra, pra e njëjta temë, por në momente të ndryshme, sepse ju reagoni po njësoj. Pra reagimi juaj është ndodhe njëjta gjë, ju reagoni njësoj dhe ajo përsëritet. Ky është një cikël që ju do ta prishni. Si mund ta prishni këtë? Duke mësuar mësimin, duke reaguar ndryshe, duke qenë të vetëdijshëm njerëz që kjo po ndodh. Duke reaguar, duke zgjedhur që të reagoni ndryshe dhe duke reflektuar për atë që ju mësuat. Dhe do të shikoni se si me magji, kjo gjë nuk do të përsëritet më. Dhe është pikërisht shembulli që na erdhi me klasën, pra që në momentin që ju mësoni mësimet e klasit të 5 dhe ju kaloni të gjitha provimet,
Nuk keni pse ta përsërisni apo jo. Mësimet u mësuan, u integruan tek ju, jo të gjitha ndoshta i mbani mend, por që morët esencën dhe tani më kaloni në klasën tjetër. Kjo është ideja. Me mësime të reja, me njerëz të rinj, ndoshta kontrata të reja karmike, por ama nëse nuk mbyllni këto, nëse nuk mbyllni klasën e 5, nuk mund të kaloni, pra nëse nuk mbyllni këto provime, s'kaloni dot në klasën tjetër. Dhe ju keni qenë në këtë periudhën e pushimeve verore, nuk e di pse po vjen nga shumë shkolla si shembull, mund të jeni mësues, mund të jeni nxënës vet, student, por që po vjen si shembull për të kuptuar, pra që ju keni qenë në këtë periudhën e pushimeve verore, tranzicioni, për të kaluar në një cikël të ri, në një fillim të ri, në një vit të ri. Që ky vit mund të mos jetë thjesht një vit, mund të jetë një dekadë të tjerë, por thjesht për ta kuptuar si shembull. Dhe nëse ju nuk të çlironi për shumë bagazhet e së kaluarës, nuk mund të filloni dhe të krijoni aventura të reja, kujtime të reja dhe eksperienca të reja. Apo, për shembull, nëse nuk largoni librat që librat janë kjo njohuria që ju merrni e këtij cikli që ju përfunduat, nuk do të merrni këto libra të rinj dhe të mësoni këto njohuri të reja. Dhe kjo pra hidhet shumë drejt në aspektin e marrëdhënieve. Marrëdhënieve karmike që ju e ndjeni që janë karmike dhe që duhet të përfundojnë. Dhe kjo është mundësia juaj që ta lejoni të shkojë. Dhe do të flasim edhe për rituale se çfarë mund të bëni. Dhe nga ana tjetër ju mund ta kuptoni për shembull, dhe nëse nuk flisni me këtë person, ju e keni vazhdimisht në mendime dhe vjen në ëndrat tuaja vazhdimisht dhe duket sikur ka diçka të papërfunduar aty. Ndoshta është kjo mirëpafshim e fundit, ndoshta është thjesht kjo lidhja energjetike që duhet të ndërpritet, sepse nuk ka rëndësi a është në realitetin tuaj apo jo. Lidhja energjetike dhe telepatike vazhdon. Ne kemi folur për këtë. Dhe kjo duket në momentin që ju keni mendime të shpeshta, kujtime për situatat që keni kaluar, e ndjeni sikur e keni këtë person apo ndjeni energjinë e këtij personi, apo thjesht e shikoni në ëndra, pra siç e tham. Dhe shenja për ju mund të jenë çanta. Mund të shikoni çanta shpesh, mund të keni marrë një çantë të re, çantat e shkollës, me që përmendëm shkollën, por mund të shikoni për shembull në ëndër, sikur keni çantë, qese me gjëra të ndryshme, por çanta specifikisht. Dhe ajo që unë pash ishte edhe simbole që mund të rezonojnë me ju, për shembull merimanga, breshka. Merimanga ka shumë kuptimin që ju keni më shumë fuqi nga sa mendoni për të krijuar jetën tuaj. Si merimanga që bën në mënyrë të magjishme atë rrjetën e saj, ju keni më shumë fuqi nga sa mendoni dhe mendimet dhe emocionet tuaja janë fijet dhe gjilbëra që shëndisin për shembull jetën tuaj. Nga ana tjetër breshka lidhet shumë me faktin që ndoshta çdo situatë që ka ndodhur ka patur një arsye dhe ndoshta një ndër to mund të ketë qenë mësimi për shembull që të jeni të duruar, që është një ndër mësimet më të vështira që mund të mësojmë në këtë jetë. Ndër më të bukura do thoja, por është i vështirë sigurisht. Por breshka për mua lidhet shumë me këtë pjesë, lidhet me pjesën e njohurive, sepse mund të ketë simbole nga më të ndryshmet për ju, mund të ketë simbolin e fatit. Por sapo më vjen si imazh për shembull në mendje, këto janë ata që më vinë si mesazhe. Këtë mund ta provoni edhe ju, për shembull ju vjen një lloj kafshe apo simboli ndërmend. Çfarë simbolizon për ju? Gjën e parë që vjen, ajo ka më shumë rëndësi për ju se çfarë mund t'ju thonë të tjerët, qoftë edhe unë në këtë video për shembull. Dhe lidhet edhe shumë me aspektin e njohurive, sepse për shembull breshka jeton shumë gjatë dhe zëre se ajo ka jetuar jetët e sa më them 10 njerëzve, mesatarisht ose afërsisht, në një jetë të vetën. Pra zëre se ka jetuar 10 jetë me mësime nga më të ndryshmet, me takime nga më të ndryshmet. Dhe po ta shikoni për shembull breshka është shumë e qetë, lëviz ngadalë. Kjo mund të lidhet edhe me faktin që ju shpeshherë mund të krahasoni rrugtimin tuaj me të tjerët dhe të thoni pse të tjerët po kanë sukses për shembull dhe unë nuk kam, apo pse të tjerët duket sikur ju vijnë gjërat më shpejt se sa unë, apo pse të tjerët për shembull vrapojnë ndërsa mua më duhet të notoj dhe të notoj avash avash për shembull, apo pse të tjerët notojnë kaq shpejt në ujë, duke që nuk janë breshka, ju jeni breshk. Ky personi tjetër apo mund të jetë për shembull peshk, mund të jetë një lloj gjallëse tjetër, po e marr si shembull. Dhe mënyra se si ju navigoni jetën është e ndryshme. Prandaj mos e krahasoni rrugtimin tuaj me të tjerë. Qoftë edhe me breshka të tjera, s'keni pse ta krahasoni, sepse gjithsecili ka misionin e vet, ka rrugtimin e vet, ka orën e vet biologjike dhe kohën e vet universale për të cilin gjërat funksionojnë më së miri në këtë kohë perfekte.
Prandaj ju për shembull ndoshta kjo vonesë ju bën që të jeni në kohën dhe në momentin e duhur për të marrë atë që është e thënë për ju dhe jo për dikë tjetër. Dhe duke qenë se kjo në fakt kjo është lidhet shumë me energjinë e peshqve, pra lidhet shumë kjo pjesa që ti besoni intuitës suaj në çdo moment, në çdo hap që jeni, në çdo zgjedhje që bëni, besojini intuitës suaj. Tematika nr. 2 që mund të thoja lidhet shumë me vizionin që pash të një portali dhe të një dere ose ndoshta dritare, por që nuk mund të shikoni 100% përtej saj, për çfarë mbartet, çfarë ju ofron. Ama ju duhet të zgjidhni, pra ju duhet të zgjidhni të kaloni apo jo. Dhe disa për jush për shembull mund të mendojnë, unë nuk e di se çfarë ka aty, si mund të zgjedh pa e ditur se çfarë ka aty. Dhe këtu vjen tema e të besuarit. Energjia e bukur femërore që beson edhe në errësirë të plot totale dhe kur nuk sheh asgjë, nuk sheh hapat që duhet hedh, për shembull nuk sheh se ku po shkon. Ama beson se është gjithnjë në kohën dhe në momentin e duhur, se gjithçka që nevojitet vjen drejt saj. Dhe them saj aspekti i energjisë femërore. Ju mund të jeni mashkull dhe ta mbartni si energji, apo femrat mund të mbartin energjinë mashkullore, pra s'ka lidhje me gjinin. Dhe të besoni që këtu ku ju jeni, nëse ju shndroni të tashme në trupin tuaj dhe besoni, gjithçka e destinuar për ju, gjithçka që ju nevojitet, do magnetizohet drejt jush në kohën dhe në momentin e duhur. Dhe keni parasysh ata persona që duket sikur janë fiks në kohën në momentin e duhur, gjëra duket sikur janë me dritë jeshile gjithnjë për ta, apo kanë gjithnjë për shembull resurse që duhet për të arritur diçka që ata duan. Kjo ndodh sepse ata besojnë, janë në të tashmen dhe thjesht e besojnë që fati është me ta, e besojnë që unë e di që në këtë moment që unë dua të bëj këtë gjë e kam këtë resurs. Dhe janë në këtë energjinë e mirëqenies dhe jo të mungesës, dhe jo nuk fokusojnë te fakti që nuk e kam, për shembull, mendojnë për diçka të bukur që duan të bëjnë dhe pastaj e shuajnë këtë ëndër sepse thonë, po nuk kam se si ta bëj, apo s'kam kohën, apo s'kam resurset. Kjo është si një mesazh, okay, nuk e do këtë gjë, në rregull, shohim diçka tjetër që mund të bëjmë me këto çfarë ne kemi. Por nëse ju besoni që i keni resurset, apo edhe nëse, okay, e mendojmë që nuk i kemi, por e dini që në kohën dhe momentin e duhur, si me magji do shfaqet për ju thjesht besoni tek ajo ëndër dhe fokusi juaj zhvendoset aty. Dhe mjetet më pas rregullojnë vetë. Dhe kjo është ideja, pra. Nëse ju e doni këtë gjë, kjo është dera juaj, do të kaloni apo jo? Duke besuar që ju do hidheni, për shembull do ka përceni pikërisht aty ku ju jeni destinuar të jeni, pikërisht aty ku ju doni të ishit, ose ndoshta edhe më mirë, pa në një realitet edhe më të bukur, edhe më të mirë se ai që ju keni imagjinuar. Sepse është një shprehje e bukur, ju gjithnjë në fund do të merrni ose atë që keni dashur, ose diçka më të mirë. Dhe kjo gjë më e mirë vjen në momentin që ne të çlirojmë pritshmëritë apo kontrollin që dua patjetër të jetë kjo që unë dua. Vjen diçka edhe më e mirë për ju, diçka edhe më e mirë ndoshta për më të mirën e të gjithëve. Tematika nr. 3 lidhet shumë me faktin që mund të vijnë realizime të menjëhershme. Për shembull, intuita mund të flasë për ju më shpejt, apo ju mund ta dëgjoni më së shumti. Dhe mund të vinë ide të menjëhershme. Dhe do të këshilloja shumë që të bani një blog të vogël me vete, apo thjesht të keni mundësinë qoftë në telefon, por më pëlqen tipa shënimet në blog, dhe të shënoni gjithçka që vjen për ju, nga këto mendime, ide, sepse mund të jenë ide shumë të bukura, por siç vijnë kaq shpejt, mund ta lënë trurin tuaj po kaq shpejt. Kështu që e mira është që thjesht i bani shënim, të jeni të hapur ndaj këtyre ideve dhe në të tashmen ato ju gjejnë. Pra sa më shumë ju të qëndroni në moment, të shijoni momentin, aq më shumë do të vinë ide. Dhe këto ide mund të lidhen edhe me faktin që për shembull, çfarë kam bërë gjithë këtë kohë? Pse kam qenë me këtë person për kaq shumë vite dhe ose për këtë realizimin që pse ky cikël po përsëritet? Mos është ka diçka këtu që po ndodh e njëjta gjë dhe unë po reagoj po njësoj dhe kjo përsëritet çdo ditë apo çdo moment. Dhe papritur ju jeni kaq të qartë që çfarë duhet të bëni, çfarë duhet të bëni dhe cila është zgjidhja për shembull. Le të kalojmë tani tek ritualet. Rituali i parë që do doja të ndaj me ju lidhet shumë me pjesën e shkëputjes së këtyre lidhjeve karmike që ne përmendëm në fillim. Ju shumë bukur mund ta vizualizoni vetë këtë, mund ta bëni vetë. Mund edhe të më kontaktoni, mund t'ju ndihmoj me teknika të ndryshme që do të flasim bashkë se çfarë ju mund të bëni, ndoshta edhe për situatën tuaj specifike. Por mund të kryhet shumë lehtësisht edhe vetë, pra thjesht e vizualizoni, thjesht thoni fjalët e fundit, dhe thjesht me mirësjellje, thjesht thoni mirëpafshim për shembull, sepse mund ta thoni edhe këtë që mësimet u mësuan, marrëdhënia jon ishte deri këtu,
e thënë për të shkuar kaq ishte destinuar. Dhe me mirësjellje, shumë faleminderit për mësimet e ofruara, faleminderit për këtë rrugtim të bukur, për kujtimet që kemi krijuar bashkë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, ndoshta shpeshherë dhe e vështirë, por që është si çështja e shkollës që përsëri po vjen. Dhe me mirësjellje thjesht ta lini të shkojë. Nga ana tjetër, me që lidhet shumë kjo pjesa e energjisë së ujit, edhe intuita që ne përmendëm, edhe shembulli me breshkën që na erdhi, do këshilloja shumë që të bëni rituale me ujë. Pra, të bëni dush me synim specifik që është rituali im i preferuar, karikimin e ujit, dhe shpeshherë gjatë dushit për shembull ju dhe mund të meditoni. Do shpesh që mund të keni për shembull një pyetje, dhe nëse e bëni dhe qëndroni, relaksojeni, sepse sistemi nervor relaksohet në ato momente dhe mund të hyni si në një gjendje meditimi, mund të vinë përgjigjen të pyetjeve që ju keni në ato momente, apo të kaloni kohë pranë një qenit, pranë detit, oqeanit, çfarëdo që ju të keni mundësi, pra pranë trupave të ujit. Dhe nga ana tjetër, nëse ju e vendosni synimin, ndosi me magji, nëse vendosni synimin që dua që ky dush për shembull të më pastroj aurën apo këto mendime negative, do të shikoni që kur të dilni nga dushi, sikur 5 minuta të zgjasë për shembull apo ndoshta edhe më pak, si me magji ju do të ndjeni ndryshe, pra do ta ndjeni atë ndryshimin energjetik. Shkruani mendimet, reflektimet, qoftë edhe uluni dhe reflektoni në lidhje me këto lidhje karmike që ne folëm, apo në lidhje me jetën tuaj, sepse kjo fazë tranzicioni ju a lejon këtë. Jeni tamam si një periudhë reflektimi, çfarë mësova nga ky cikël, çfarë për shembull esenca që mora, kthimi i njohurive në dije në veten tuaj, dhe tani më jemi të hapur ndaj këtyre fillimeve të reja. Pushimi është shumë i nevojshëm nëse ju e ndjeni që doni të çlodheni pakës, ndoshta edhe pasite në treg. Kurdo që ju ta ndjeni të nevojshme, mos se stërmundoni trupin tuaj. Trupi e di më së miri se çfarë i nevojitet. Dhe në të kaluarën, paraardhësit tanë kanë qenë shumë të lidhur me intuitën dhe me mënyrën se si ciklet e hënës punonin, kalendari ka qenë ndryshe, ne kemi folur këtë, dhe sidomos femrat njerë që janë shumë të lidhura me ciklet e natyrës, ciklet e jetës e të tjerë. Për shembull, trupi jonë nuk është destinuar që të punojë çdo ditë dhe çdo ditë njësoj dhe më pas të marrë një javë pushime në verë dhe kaq ishte. Nuk është destinuar për këtë lloj gjendjeje. Është destinuar që të punojë me cikle të ndryshme, për shembull, ashtu siç janë fazat e hënës, siç janë stinët për shembull, apo për shembull në fshat. Njerëzit punojnë gjatë verës, pranë verës, mbjellin fara, punojnë, më pas marrin frytet, më pas pushojnë, edhe rikthehet cikli përsëri. Dhe vetë trupi ka ato ciklet që ju mund ta ndjeni që një javë ju doni të pushoni, të merrni gjërat lehtësisht, të bëni pak gjëra. Javën tjetër ju ndjeni energjetik, ju mund të bëni ushtrime në palestër, ju mund të arrini gola specifike. Javën tjetër ju thjesht doni të reflektoni. Javën tjetër, pra, po e marr si shembull, por që ju e ndjeni vetë më së miri. Dhe në këtë moment kur ne e dëgjojmë trupin ton, ne jemi të shëndetshëm, plot vitalitet, mund të ndryshojmë tërësisht si njeri në fakt, por edhe jemi më jetë gjatë, më të lumtur, më në paqe, sepse jemi në harmoni me trupin ton, me natyrën, me gjithçka që na rrethon. Për ta përmbyllur, doja që të shtoja për shembull që në këtë dritare komunikimi, ëndrat mund të jenë shumë potente, ëndrat e gjalla, ëndra që ju mund t'i kontrolloni. Dhe do këshilloj shumë që t'i mbani shënim ëndrat, sepse mund të kenë mesazhe për ju, për këtë fazë, sigurisht, është një periudhë shumë potente, ju tani mund t'jeni duke parë ëndra, por që do amplifikohen, kështu që nëse ndjeni të arsyeshme dhe nëse i mbani mend ëndrat, këshilloj shumë që t'i mbani shënim. Kjo po ashtu inkurajon dhe faktin që ju jeni të hapur të merrni mesazhe në këtë lloj mënyre dhe ju jepen edhe më shumë në ëndra. Dhe, si një dhuratë për ju që jeni deri në fund, do të ndaj edhe një vizion të bukur që mund të rezonojë me disa prej jush në lidhje me lotusin, pash një lotus të bukur ngjyrë roz. Lotusi lind nga midise me lum, si të thuash. Pra jeta juaj, mënyra se jeni rritur, nuk ka qenë më e mira e mundshme. Mund të ketë qenë e vështirë, situatat kanë qenë vështira, këto lidhjet karmike që ne folëm. Ama ju ja keni dalë për të dalë në sipërfaqe dhe për të lullëzuar. Sepse e pash lotusin të lullëzuar, pra të hapur dhe tamam në momentin më të freskët të lullëzimit.
Ngjyra roz simbolizon shumë hapjen e zemrës suaj. Pra ndoshta e gjitha e kaluara mund t'ju ketë bërë që ju të mbyllni zemrën, të keni frikë, të mos hapeni ndaj lidhjeve të reja, marrëdhënieve të reja, shoqërive të reja, apo ndaj vetjetës, pra ndaj aventurave që jeta ka për t'ju ofruar, apo të mirave dhe gjërave të bukura, sepse keni patur frikë, jeni zhgënjur në të kaluarën, keni patur frikë, por tani më ndjej që po ndjeni dhe ju një farë ndryshimi që zemra juaj po hapet. Dhe ju jeni lodhur duke qenë të mbyllur dhe natyrisht po merrni frym, pra duket sikur po merrni frym, duket sikur jeni të hapur ndaj këtyre fillimeve, duket sikur e ndjeni frikën, por thoni ja vlen ta provoj. Kjo është ndjesia që po ndjej. Kështu që ky më jeni një mesazh shumë specifik për disa për jush që janë në këtë pjesë të videos dhe shumë faleminderit për të gjithë për jush. Jam shumë e lumtur që jeni pjesë e këtij komuniteti. Për mua do thotë jashtëzakonisht shumë. Faleminderit që komentoni dhe që më kontaktoni. Jam shumë e lumtur të jemi kesha juaj në këtë rrugtim. Mund të më kontaktoni për çfarë do gjëje, kur të dëshironi, sepse e di se çdo thotë jeni vetëm. Ndonjëherë, pra nëse ndjeni vetëm. E di se çdo thotë që mos ju kuptojnë njerëzit që keni përreth. Dhe nuk dua që askush ta përjetoj, sepse vetëm një fjalë e mirë, ndoshta thjesht një komunikim dhe mundësia për të shprehur, mund të jetë ajo që dikush ka nevojë ndonjëherë në disa momente. Kështu që unë jam këtu për ju, nuk jeni vetëm. Shumë faleminderit. Shihemi video tjetër, mirupafshim.